miliona euro kalojnë. 4 hetsh është parë njërsa jame. Pe fabrikës tojt, e dejnë majt një gdec, 4 hetsh hec mi njërsën teme, hec mi parët mija. Krejt muni jetës teme, të familjes teme që to ka hi. Jo vetë mu, po në njërës i kam ble toka, dojme nresh hotelet, mira hotelet me ja pos lakmi bota. Nuk shojnë leje, mu thot park nacional, e ja paguj tatimin tokës shpis. Kjo është presion me lshu këtë ven, me ik për këti venit. Kur gjonë së është tjetër? Qësh është e mosh me une, me mdënu në tokë teme, du me bo një shtallë për kafsh, për dhem, ku milonu në dhe. Kjo programi Vaso Çebralovicit, shqiptarve me ja bo zë këtë ven me ik, me generata mos më këthy këtu. Qa me bo, qësh me jetu une, qësh? Jena në halë, për që ata e kanë shu këtë njerëz, si ja kanë vro shpresën bre, ja kanë vro 10.000 euro mja jep, dikuj nuk dënë me net këtu. Baca Besnik, pëse po menojnë që po braktisen më të madhe fshatat e tilla të Kosovës? Po braktisen sepse ja kanë vra shpresën. Me thonë drejten, edhe unë komendu disa herë, a dalë për këtujt. Ti lonë gjitha. E qatë kanë bojt këto? Me thonë drejten, a dheva diçka është. Nuk o toka, nuk është bjeshka. Ku të shkojsh ki tokë, këtë është të njetë, a dhevë janë njerëz që dojnë dhe i dush. Janë vorët e të parve tu. Janë gjakit që këna dhejët për këtë ven. Janë vujtet e tona. Kjo është atë dhevë. Këtu e një rinia, njerëz, ajo është atë dhevë. Nuk o toka, po njerëz janë atë dhevë. Me thonë drejtën, këtu s'ka pos rrugë fare heq, krejtu rrugë i kom hapë une. Po se edhe shumë lartë, edhe shumë... I kom hapë rrugë të une. Të llogarit e ti. S'jam kur gjo kundër, po mund ka diskriminu bre komuna pejes. Pse po thu Baca Besnik? Që 12 vjetë më kanë rajt, më kanë bloku, kom nisë me nrejsh një spital atje nalt. E kom nalt 2500 metra katror, spital për asëm, se nona ime ka punu në spital të asmës, edhe kom marrë idenë nga ty, su kur thmi, edhe vetë kam qenë me asëm edhe qunim. Një rrugë, sa bishti maqorrit, 2 kilometra, 3 kilometra, nuk më asfaltojnë. E pse Baca Besnik? Po psesh, do të me shkup me pytë, sepse, thash, këtu dojnë me konë nën komën e tëne, me konë shërptorit tëne, dojnë më të bo zëtë shpijen shpitone. Këto nuk lojnë dikën që arrin ma shumë se ata. Krejtari pes, Gazmir Muhaxheri, ja u ka qelë rrugën na për malet që zbanon kërkush hiq, dhe të shpellat e arushave. Që 12 vjetë, une këtu vuj, i kam 8 shtëpijat, gurit, për turista. Shtëpinë time, ndërtesën, 2500 metra katror, 4 kat, mikin investorët, shkaku i rrugës, nuk ma asfalton rrugën, i kom ble rrugët, i kom qedë rrugët vetë, ka kushtu mbi 300.000 euro, ja kom qedë edhe fshati tjetër drejlaj, ja kom zjonu rrugën me shku dhe atje, kam pas shkolla problem për transport, im shku ja kom ble minibusin, hala ka drejtoria e arsimit të pejes, ja kom dresh balkonin aty, ja kom pagu bukën, thmive, byreka në mëngjes. Bas një kohë, ku erë ky, e mbylli shkollën, jo s'ka nxanca, jo që shka boni? 2-3 muaj para se më mbyll shkolla, erë një donator edhe investoj në nxemin e shkollët që bën të 100.000 euro. Mbas disa muajve mbylli. Po pse
pse i shtin ata me investu aty, ma mirë konat në zemin ta marrim edhe ta qëjmë një shkollë tjetër. Tash o mbyll shkolla, i mora ata fëmi një 2 muj me minë në bus, i qëjnë shpej, jo i qunë disa herë na për shkolla, ata fëmija o fregojshin nga rruga, të lodhën, edhe aty o ndërpre. Sot kena banor të rrugovës, i cili shko ki fëmijëve ka marrë shpinë me qira, vjen punon në rrugovë, edhe shkon flan në pej, a shpina ka ofër këtu. Ka banor të rrugovës se çdo ditë i çojnë fëmijë në shkollë, me shpenzimet tëne. Ka fëmijë 15 vjeç, 14 vjeç, që ka kry 9-ën klasë, sot ata shkojnë punojnë punë fizike. Në mal, punojnë punë fizike na për ndërtim ta. Ti llogariti kanë hull gomat në për lumej. Edhe më shku disa herë manku, s'm ka pranu kryetari, u du me gazetar, me peja, fokus u shku, me më pranu, me fol me ta. O zotni, kanë hull goma në lumë të merë se krejt bota pi shef, turistat vinë dhe pi qesin. Sa ato e pim na, me hek, katë, unë e fërshaj në telefon, poshtë edhe qeshke. Në konë regull kjo punë, asë që marë për veti. Është amfiteatri në kom dreqë, është amfiteatri për 1200 persona. E ka bërë një dramë në Dherë Petrovci, kanë qenë 1200, kur ishte Ali Berisha, kryetari PS. Një rrugë bre, e në Dherë Petrovci tha, më kanë thonë që një amfiteatri, po që kështu nuk kom besu, edhe është videoja, që ullet në dy gjoj, thot, o zot, thot, jam krenar, thot, besnik që e foli gjuhën tënde, jam krenar që ke bo këtë vepër. Tash jena me shku me këshylle dhe amfiteatrin, Po. edhe me fol pak ma Po, shumë. e tash pse? Një që po jep zoba sa besnik, Po. edhe është pak... Po pse shambull, qka? Po tash qka një problem tjetër. Unë e kom qërë rrugë 6 kilometra, me financat mija. Tash këta manipulust, që jepin për mi qelë rrugët, jënar më ka thonë, që ne do të mi qelë 200 metra rrugë të re, e nemen që atë në 200 metrave, mi vjedh 6 kilometra. Do në thotë, unë me thonë që s'ka pas rrugë tu. Ta qka bon këta do ishin me hy në një tokën e një fshatarit, mi qelë 2 kilometra rrugë. Pa e fshatarit nuk pranoj. Tha unë e kum shu rrugën nëse do në rrugën egzistuse. Nëse do në rrugën egzistuse. Këta do ishin me qelë 200 metra me hi një rrët një aprish tokën, aj nuk pranoj. E kryetari thë ke ju s'përplanon aj pronari i tokë. Nuk është, ata kanë dosh me qelë 200 metra rrugë, shkaki mi vjedh 6 km tjerë. Edhe unë i kom ble rrugët. Rrugët i kom ble pe fshatarve, si ja kom prish tokën, i kom thonë zotni, do me qelë është për mi, për ty, gjanë ekonomike e ketë keqe, sa po mashet rrugën me kalu kaqë. Edhe në kontrate kam, rrugën e financojon, e pagujnë, por rruga s'është imja, është e gjitha tënve që kalojnë këtu. Aqë, unë jam i diskriminum, që 12 vjetë jam i izolum, ju patët fatë qërët me një makinë 4x4, këtu, e makinat, Edhe me to me me nxerdhët, tash njerëzit, jo vjen keq vinë të më vizitojnë, se do të me shku për një marë atje. Po, do të me shku. E totali izolum jam. Mos folim gjatë dimri se s'vin as njerë për me qirë rrugën, absolutikisht. Jum detyru për me ble bagera, maqina me qelë vetë rrugën. 4 kilometra kabull për e kom ble. As pak. Do në thot, ky njeri nuk kon regull me to. Në deklaratat, po me kryetorin e pesë, në deklaratat e tina, thot se jam anti-UÇK. Unë se kom di që ky bëhet kryetari i pesë, me pas dit nuk shanë luft heq. Me thonë, ordo, a kuptan? Që, të vitë qelë ma rrugën. Po jo,
O zotni, edhe ai ka najtë në burg, vjen keq. Po që është i tillë s'ma ka marrë menja. Kom shti në amfiteatër mbre. E kom bo një amfiteatër që se ka askush në Ballkan. Ato le kanë bo, pare kanë bo ato. Jam i diskriminum. Jam i diskriminum pe komunës Pes. Baca Besniku në thash që ti nuk po qëndrejshe vetë këto. Jo, që ku i kam këta? Që disa shoqëru. Po, shoqërus, po. Që shi ka në emrat? Ky Leo, Lola, Tina, Gjigji. Katër. Ne, Lola. Po Gjigji. Ja kom nu ish dashnorave që i kom pas në Danimark. Kër isha në shkollë, po, për mos mi arru. Këtu baci pas i shti edhe turshita. Atë ka nërë turshia ju? Po, mirë turshiti, sepse këtu zgjatë dimri dejmë 5 muj. Po. Ka njerë ka 6 muj. Kështu që do të më përgatit mirë, se unë bon vak krejt vetë. Do në thotë, këto kongujt janë të kopshtit, ku mjellë kapsht aty, lakna, speca, paldigjona, gjengjefil, kalomaq, gjyla, që ka dush të bonë. Si në bon, par para. E këtu do në thotë, unë bon vaki, kur bjen borë, blokona krejt total, se komuna zvjen as me qilë rrugën as fare, kështu që mu më do të më përgadit. E sot ka ro mas shumë t'i ku me nejti në Gujung? 3 muj dit. 3 muj dit ke Po, nejt? pa dal heq. A ke pas ushqim të mjaftu shumë? Po, ushqim kom pas unë përgaditna. Okej. Veç e kisha gajlin e qenëve, thësha, se i kom pas 9 qenë. E tash sa qaj? Tash 4, se ato ka ndru jetë. Me thonë, ka cof është ofendim si në shumë. Ti e ki një raport shumë të veçanta dhe me qenë, do me thonë. Me ta kalon krejt kohën tash. Pse janë ka të rëndësishëm qenë për ty? Po qyre, janë të rëndësishëm sepse veni e dënë ashtu. E këta qeni ko marrë një pjesë, kjo ka ardhë nga Hollanda, Belgjika, Lola. Këta kom ble këtë leon, të vogël. Okej. Kurse tjertë i kom marrë pe rrugës. Sepse në pej është një akër një katastrofë e madhe për qenë. Po qenë të ndëthë. Enda cakt, do më Jo thonë, veç në pej për në gjdo komunë. femit frigol me shku në shkollë. Logarit e ti, taksistat një pjesë, firmat e mëdhaja taksistave, si pas informacionit që kam bin dakord me komunën, që mos mi hek qetë për rrugëve. Se nese qetë heken për rrugëve, ata s'kan punë. Do në thotë, ti me qu thmin më nëgjez, frigosh me qu vetë. Po. Do është taksin. Me shku në punë, do është taksin. Më këthy, taksi. Do më thonë, me bova kimi hek qetë për rrugës, ata s'kan punë. Kështu që, me pas një gjysh ndërkombëtar për masajve, gazmen më agjerën e kësha qëtë parin. Sepse, çdo ditë ma qeni shet, i helmojnë, i shkelin, i shet qet, dop, qet, smut, kështu që nuk i bën për shtypje as pak fare, hiq. Kështu që unë ka bova ki, kom pas dhe 39 qenë këtu. I kena bo operacion, i kena sterilizu, i kena qu prapë në qytet. E thash që e kini raport shumë të veçantë. Po, kështu që i du këta sepse këta e ndvujtëm që shkam qenë unë. Pse po thu kështu? Po, unë e kam qenë i vujtëm. Unë jam rritje tim me none me babë gjallë. Që është thash pare, pa i bo 15 vjetë ju një këpi këtujtë. Pej masërave, pej presionit sërë, pej jam ikë. Kështu që i kopte Edhe këta. tash tu ka mbo shok të ngusht, familjar, Familj, po, që. flet me ta, Po, e di që që. edhe flet me ta, të Po. kuptojnë. Tash E këtu, qaj kishe thonë bac njerëzve që si dojnë kafsht? qëre, une du të bëj një projekt me marrë qenin me quna për shkolla, fëmit. Me premsu fëmit në për shkolla, kur ta sheni një qenë mos e gjuni me gurë. Se këtu një kulturë, se si ta shojnë qenin e gjuni me gurë. Aj miza nëse e ngacmon, të sulmon. Le mo qeni.
s'ka nevoj me gjujt. Shko rrugës tone, nuk të prek qenin, nuk të sëlmën. Po ata çka bojnë, i sëlmojnë qet, i gjujnë me gur, edhe qeni kur ta shet tjetër herë, e sëlmën ato. Po. Kështu që edhe kom adaptu qenë, kanë shku në Danimark, në Suedi, në Norvegji, që i kanë marrë piktujt. Ju kësha lut, të respektoni hudhën ushqimet, lej aty para dere, lej dikon se vjen e hanë. Gjatë epidemisë le kam qenë në media, ju kom shkep ushqime, uj. Gjatë verës kanë problem me uj, s'kanë kupin ujtë. Uj. Qeni e doron urin, po etje nuk e doron, a i prishet, a i qartët. Kështu që i kësha bo apel, gjithë i cili... Edhe shumë i veçantë, se të mos kjo shumë i veçantë, a i tjetë. Çfarë racë është? Kjo është një racë, kjo i thojnë show. është shumë qeni dashtën, është ka qef me lujt me thmi. Po, as pak i rrezikshëm. As pak i rrezikshëm. Do në thotë janë qetë, të gjithë qetë janë tillë. Vetëm dosh për mi trajtu mirë. E vërtet. Nuk do të mi lidh me zinxhir, nuk do të mi akufizu venin, lirin. Këta ndihen mirë. Këtu ndihen mirë këto. Edhe kanë dashnin tonë. Po, ashtu. Pas, këtu janë edhe makinat e tua, apo? Po. Kjo? Kjo një makinë që e komble është e vetëmja makinë që është në Ballkan. Okej. Është Renault e vitit 1980. Shumë e vjetër. Do në thotë që atëherë kryemikun e nga Kosova. Këto edhe simbolet po, simbole. Po, tashto e kom bo para një 10 ditëve një protest. Po? Në pej me këtë me për qenë edhe për goma, se kanë hullë goma. Goma anuj. Goma anuj e gjitha, po, edhe për qenë. Dhe me thonë, ka bo leo protest, jone. Leo, Kë duke i mbroj qëtë shokët e vetë në për rrugë. Kë ka protestu për ta. Pse do me thonë bashkë me qenë dole me protestu? Po, me qenë, edhe qeni për para, kur zbresuni shkon të timoni aty, edhe Leo është qeni parë në botë që proteston për drejtat e tyre, drejtat qenëve. Unë e kom pas edhe kuajt, të cilët i kom le kuajt turtum. Për njëzë e kom pas 5 kuaj, një 3 kanë ndru jetë për turturave që ja kanë bo njështë. Po më pëlqen shumë njëra që shisha jetën edhe dashnia jote për kafshë të përgjithësi, po sidomos për qenë. Po kjo bazë, do me thonë, simboli u Kjo është, po, kjo një kamion e kom ble me një mendim që këta do të rregullojnë bukur mirë. I përngjan aty në kamionave gjatë luftës. Po, hajde më të. Se na gjatë luftës kena pas kamiona të ri, po i kena ble 2 vjetër. Po. Bajtën armatime dhe gjana. Kështu që... Qa i ki menën me bo me toba si besë? Tash këto do t'javnoj një moshama aty, e do t'jetë krejt me UÇK, me simbole kombëtare. Dhe mas pari, kur t'a rregulloj mirë, do t'shkoj në Shqipëri, do t'i vizitoj të gjithë vërrezat e aty në dëshmorëve që u vranë në luftën UÇK-s. I kom njoft shumë për tëne. E sa shkoj në Shqipëri, shkoj vizitoj varët të tëne. Kështu që do t'a rregulloj mirë dhe është një projekt imi që tash ish luftarët ka nisë të plakën. Shumë nga ta pëndrojnë jetë dhe i shofë se i vorrosin me lloj-lloj makinash. Këtë do t'a bëj me simbolet UÇK-s, edhe ata që vdesin, ndrojnë jetë. Edhe që ka qenë ushtarë të UÇK-s, që kanë qenë i zhburgosur politik, njerë që kanë dhonë jetën e kanë dhonë për këtë vend, rinin, që këta të përcjellin në banesën e fundit me këtë kamion. Edhe çdo gjë do jetë falas. Do në thotë transporti falas. Do me thonë kjo është ideja jote me këtë makinë,
Me i bart, njerëzit që ndrojnë jetë dhe që kanë qenë pjesë e UÇK-s. Po, pjesë e UÇK-s. Po, veteran gjithë ata që kanë qenë. Kështu do më thonë do jetë me simbole, me gjitha. Edhe që është më e rëndësishme, pas je mendu falas. Falas. Edhe me i përcjell nga manesa fundit. Nga manesa fundit me simbol, do jetë me shumë krenari edhe me ku fama atyre do jetë midis, aty do t'ulen ushtarët, anash dhe do t'i përcjellin, do më thotë që... E pas ke mendu shumë mirë edhe me Faleminderit, kështu. Baca Besnik tash në orë do me thonë të këto kullat e tua, apo që shme i qujt ndryshe, që i ke marru vetë dhe i ke marru vetë, që ndërtu. Këto e në 5 shtëpijat Gurit. Këto i kom rregullu për njerëz që kanë më ardhë me fëmije, Po. Edhe për ata që s'kanë. Një pjesë të në shumë nuk kanë, i kanë fëmijë të smut për astmës, nipat, ju kushton shumë me nejtë, edhe ata kanë venin këtu. E do me thonë, ti ke vendos me i hop këtu për ata që kanë probleme me frymarrjen edhe me smundje të frymarrjes, si astma këtu. Po e the shumë mirë për njerëz që kanë edhe për njerëz që s'kanë. Veç ma shumë për ata që s'kanë. Sa ata që kanë i kanë dyrë qelë ka dojnë. Po, fiks. Për ata që s'kanë, marë këtu. Veç po do me bo për shpirtonin. Po. Por, problemi është që kom nalë punën, nuk janë të rregullume gjitha. Puna rrugës, do në thotë, këtu më kam bloku puna rrugës. Se nuk ka rrugë, nuk ka se tash njerëzit i kanë makinat e reja, makinat e shtrajta dhe nuk hynë në një rrugë kësë është asfalt. Kjo s'është as për traktor, por do në thotë kanë gellë. Këtu vjen një shok danez, ajo piktor, Huba, a i vjen disa herë, 3-4 herë në vjetë, a i flen këtu piktoron, skulptoron, kështu që a i vjen këtu dhe jeton këtu. Shumë interesante, po pse me gur, Baca Besnik? Po, rrugova i don dy gjëra në ndërtim. Gurin edhe drunin. Po. Na gjithmonë kena ndërtu me drun. Por ka ndodhur një luftë, i kanë djegë, e kanë shku. Me gur s'kanë mujtë. Në fshatin këtu drela i kena 3 kulla dajve të babës tim, ku ka linë gjysha ime, që u djegë ajo kulla 3 herë. 3 herë u djegë, është vetëm në murne. Desare më konë komunë, aty, në gabra, është një kullë historike. Ta riparojmë, ta rregullojmë, ta nreshim, ja. Ka ngellë ashtu. Aje ka mbi 200 vjetë vjetër ashtu. Ja, këtu do më thonë... Po, do më thonë, ke vendos edhe kur po me ndëm bac me i lëshu, do më thonë edhe për vizitorët këto kulla. Këtu si të rregullohet rruga, kur bëhet 3 muj, 4 muj këtu në funksionin. E kur pritet mu rregullu qaj rruga, ke marrë na i përgjigja, apo jo? Absolutikisht heq, ka që disa vjetë, para zgjedhjeve kanë qenë një dyerë. Po fillojmë këtë muj, janë atë muj, janë këtë muj. Edhe po ta bllokojnë edhe ty këtë se po më thojnë se ti për kritikon kryetarin. Okej, edhe... Po, e këta mendojnë që me paret e tina personale a i nreqë rrugët. Po jo mre këtu në paret e tona. Fiks, po. Se vesh mos harro, s'jam i vetmi banor që paguj tatimin e shtëpisë dhe tokës. Me vite, jam i vetmi që paguj. Pse? Jem supi Danimarkës me pagu. Jem i vetmi që e paguj. Do në thot, i vetmi jem këto që se kam rrugën, edhe mos harro, këto rrugë, këto i kom hapune. Komune si do të vish, me mjetet e mia, me dëshirën time, jo vetëm kjo rrugë, po edhe nalt aty. Kështu që fshati Mala i ka qenë fshati
i cili s'ka pas lidhe me fshat tjerë i lidhun. Unë e kom lidh fshatin Malaj Edhe drejt. me Drelaj. Se mi ndodh diçka atje, për më shem, s'ka rrugë. Kështu do më thonë bin nga rrugën. Tash këtu janë nallët, i kom gjetë në pej kur i kanë hull. Këtu janë ato që përpara s'ka pas maqinë që lënur leshin e dhane, qëre me këtu e kanë bërë, kanë qprish. Këtu, kjo një farë skulpture, këtu. Edhe kjo sharra që babam ka sharru me qësi. Edhe shumë e Jo vjetër. poshtë, jo naltë, shumë e vjetër, këtu, kjo do më thonë, kjo e tjetra, ka qenë kjo, e kanë marrë tymin, edhe kanë qitë të bletat. Okej. Mi largu, kjo është e vjetër shumë. Këtu, Gjona shumë antike, Po, vazhdet fande. shumë të vjetra, Po. ambient Po. super i bukur. do të thotë, këtu është, këta e kom pa porosit në Egjipt, Shqiponi me ma kthy Shqiponin ndryshe, po ai më ka keq kuptu dhe e ka bo ndryshe, po. Këtu është, na i kena thonë të pini, me këtu karrika, këtu krejt i kena rregullu vetë. Kjo sofra madhe, po. Këtu është një piktur e shumë e, do me thonë, me vlerë të madhe. Do me thot bac krejt vet i ke bo. Po vetë, Vet, normal, me ndim, po me idea ndime ka këtu, qenë e jotja. kanë ndimu ideja, po. Pa- Më ka ardhë një Mikimi, një Vedat Belegi edhe ai ka ardhë këtu. Ka ndimu edhe ai Edhe ka këtu. jep ideja, Po, tina, simbolin e shumë e falenderoj, po. Kosovës atje. po aty e kam. simbolin Ajo është, të kombëtarëve. ajo është Po, një do me thonë një buroj të Dardane, shef? po. Shumë e vjetër është. Shumë të vjetra, gjona Po. shumë antike, baca vet Fandi. i ke koleksion. Vet. Këtu e në ato të kërus lahuta, këto që kanë pje kafen për para. Këtu shardonat e hebrejve, se kanë jetu dhe hebrejt në Kosovë. Se i kom gjeti, i kom për këtu. Pastaj këtu, aty Gjergj Kastrioti me shpadë dhe me Shqiponi është identiteti shqiptar. Po. E kështu që Ambient shumë i bukur, shumë gjona të Faleminderit. lashta dhe shumë Faleminderit, antike. po, ashtu do më thonë është një, këto gjitha janë të mënu me dorë, edhe karrikat, këtu që kena vetë, pastaj këtu është një sofër, në vjetër, këtu kerët, këtu ja kom kushtu, ja kom pas shok me lajmë zeken, po ala kam me shok, se tha, kur më ka vzorim shef në nër, kam grus. Edhe këtu ja kom skulpturu, edhe këtu e kom qitë Milaimin, edhe këtu e kom qitë Cingaren. E kështu e përshëndet. Po e përshëndet Milajm Zekin. Po, Milajm Zekin, i thom Milajm ja shiqo. I thom, A, dina ja ka po po jo, se dën Milaimi, po, për i kësoj video kur ka vjen nuk e ka edhe po. Milajm Zeka. Milajm Zeka këtu se pe kritikojnë ata, din ata burrat e mëdhaj, i thojnë se që është më shef për funi komve të grus. E kështu e kom gjetë këto në malë, e kom dru, Po, e këtu do më thonë është Milaimi. Edhe këtu do më thotë, kjo një radio, radio shumë e vjetër, radiot e para që kanë hi në Shqipëri. E ku e ke Italiane, gjithë këto këto? Shqipëri e kom blej aty të shësim pazar. Shku të shqipje Marakën, Po, sanet vjetra dhe... po, këtu për para lamat i kena Po. pas, se në 83-ën ka hi këtu rrima parë. Ka pas tjetër, këtu është Këto që është e? kjo për kual, shala kuale, këtu për para i kanë gjitë në kerë dhe i kanë ngre trupa drunt, kjo është shumë e vjetër, 200 vjetra të pas. Kjo lahut, kështu do më thonë pak, kena dhe disa gjana tjera këtu, veç pak të shiqoj, opa, se i kom balu këtu, veç pak, shpata, loj shpatash, këtu janë shumë të vjetra, këtu janë shpatat vjetra, shpata
kuburet vjetra. Sa të vjetra janë këto batë? Sa supozohet? Shumë vjetra janë, mune me konë mbi 200 vjetë, ka ma të vjetra. Kia jo mburoja Dardane shumë e vjetër. Këtu pastoj. Që i ke gjetur? Po. Kjo është Jakob Ferri. Po. Këtu Jakob Ferri ma ka dhuru miku im Vedat Bilegu, art design. Këtë. Kjo topi një Mitsukolit.